Thirrje për të respektuar rregullat zgjedhore u ka bërë subjekteve politike kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Kreshnik Radonici në prag të tërheqjes së shortit për numrat e tyre në fletvotime. Radonici theksoi rëndësinë e zhvillimit të fushatës në frymë demokratike. Në këtë fazë të rëndësishme, dua të ftoj të gjitha subjektet politike dhe kandidatet që angazhimin e tyre ta zhvillojnë në frymë të bashkëpunimit, respektit dhe përkushtimit ndaj rregullave dhe ligjeve zgjedhore. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, lëvizja vetëvendosje do të garojë me numrin 116. Kryetari i LVV-s Albin Kurti ka thënë se me numrin 116 bashkë me qytetarët angazhohen për një fitore edhe më të madhe. Partia Demokratike e Kosovës garon me numrin 130. Kryetari i saj Bedri Hamza ka shkruar se 130 është numri i bashkimit për Kosovën. Është numri i stabilitetit, normalitetit dhe zhvillimit ekonomik. Është numri i drejtimit të sigurt dhe rrugës evropiane për vendin ton, ka shkruar Hamza. E Lidhja Demokratike e Kosovës do të garojë me numrin 123. Kreu i LDK-s shkurt ka treguar edhe sloganin e kësaj partie. 123 është numri ynë, ka shkruar Abdi Xhiku. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës garon me numrin 129. Nisma Socialdemokrate mban numrin 122. 113 është numri i ballit kombëtar, ndërsa Fjala mban numrin 114 dhe Nisma Qytetare për Kosovë 117. Në shortin e tretë që KQZ-ja e tërhoqi për vitin 2025, ishte vetëm një kandidat i pavarur, Nexmedin Sejdillar, që synon ulsen e vetme të komunitetit Goran në kuvend dhe do të garojë me numrin 119. Në garë për ulsen e komunitetit Goran është edhe Partia Unike Gorane, JGP, që mban numrin 118. Nga subjektet serbe, 121 është numri i Kosovski Savez, me 127 garon lista serbe, ndërsa me 134 është i renditur subjekti udhëhequr nga Nenad Drashić për liri, drejtësi dhe mbijetesë. Për ulset e komunitetit bosnjak garon në DS-ja Emilia Rexhepit me numrin 111, koalicioni Vakati Rasim Demirit me 132 dhe SDU-ja e Duda Bales me numrin 126. Lëvizja përparimtare e rëmbëve të Kosovës do të kërkoj vot për numrin 115, Partia Rome e Bashkuar e Kosovës do të mbajë numrin 133 në fletvotim, e Kosovaki Nevi Romani Partia do të mbajë numrin 124. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit në garë është vetëm një parti e komunitetit turk, TDTP-ja me numrin 112. Nga komuniteti Ashkali garon Partia Socialdemokrate Ashkalive PSA me numrin 131 dhe koalicioni PAI-PDAK LPB me numrin 125. Ndërsa nga komuniteti egjiptian garojnë Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës e ministrit në detyrë Elbert Krasnisi me numrin 128 dhe Partia Liberale Egjiptiane e udhëhequr nga deputeti Vetan Berisha me numrin 120. 120 për Partia Liberale Egjiptiane, faleminderit.